Fokusi për aq kohë sa do të jem në këtë pozicion do të jetë përmirësimi i cilësisë së mësimdhënies, kërkimi shkencor dhe ndërkombëtarizimi dhe ajo çka është më e rëndësishmja, studenti në qendër të universitetit. Për sa i përket pikës parë që përmenda, cilësisë në mësimdhënie, do thoja që sapo kemi përfunduar me sukses semestrin e verës dhe diplomimin e studentëve në këtë sezon, ndërkohë që po punojmë për sezonin e ardhshëm që do të jetë sezoni i vjeshtës. Një pikë e rëndësishme e cilësisë së mësimdhënies mbetet akreditimi, një ndër sfidat më të mëdha të universitetit është akreditimi i programeve të studimit dhe akreditimi institucional në të cilin shpresojmë që të hyjmë sa më parë. Do thoja që këtë vit si risi e drejtorisë së kurrikulave ka qenë përfshirja e studentëve në opinionet e tyne në të gjitha lanët ku ato janë përfshi, kanë qenë të angazhuar përmes linqeve individuale. Pra, secila lanë në të gjitha programet e studimit që ofron Universiteti i Shkodrës ka pas linkun e vet ku studentët kanë dhënë opinionin e tyre për lëndën dhe për pedagogun. Dhe kjo është një risi e këtij semestri që sapo u mbyll në fakt. Një pikë shumë e rëndësishme cilën unë e kam shumë për zemër dhe për cilën kam punuar në fakt gjatë këtyre 2 viteve të fundit është pikërisht kërkimi shkencor dhe ndërkombëtarizimi. Në fakt vi me një lajm shumë të gëzueshëm, që është miratimi nga Ministria e Arsimit e 2 programeve të reja të studimit, një studim bachelor në administrim biznes në gjuhën angleze dhe një program studimi master në psikologji ligjore. Të 2 këto programe parashikojmë të sjellin student të ri në Universitetin e Shkodrës, përkatësisht secili prej tyre aktualisht ka nga 30 kvota të miratuara, por ajo çka do të theksoja me shumë dëshirë dhe me shumë kënaqësi është fakti që bachelori në administrim biznes i ofruar në gjuhën angleze tashmë ka kërkesa edhe nga student të huaj, nga shumë student të huaj, dhe jam shumë optimiste që në fillim të këtij viti të ri akademik do të kemi studentët e parë ndërkombëtar në Universitetin e Shkodrës. Një element tjetër shumë i rëndësishëm ku do të ndalem janë projektet e kërkimit shkencor. Siç e kemi theksuar dhe më përpara, ky ka qenë viti i parë në fakt që Universiteti i Shkodrës ka financuar 9 projekte të kërkimit shkencor me fondet e veta, ndërkohë që aktualisht në qershor janë miratuar nga Akshi edhe 3 projekte të kërkimit shkencor nga pedagog të Universitetit të Shkodrës dhe ajo çka është shumë e bukur do thoja është fakti që janë projekte në të cilat janë të angazhuar pedagog nga të gjitha fakultetet e Universitetit të Shkodrës. Diçka tjetër pozitive është fakti që është rrit gama e aplikimeve në projekte, pra nëse para disa viteve kemi qenë të fokusuar vetëm në projektet Erasmus, tashmë ka një gamë të zgjeruar projektesh në të cilat aplikon universiteti jon, janë projekte IPA, janë projekte Erasmus, janë projektet Akshit, e kështu me radhë, pra ka një diversitet të projekteve ku aplikohet dhe ku fitohet, do thoja. Aktualisht jemi në fazën e pritjes së rezultateve të projekteve Erasmus, për të cilat kemi aplikuar në shkurt dhe presim rezultatet. Kemi filluar me disa rezultate pozitive, më konkretisht jemi fitues në 2 projekte në Erasmus Mobility, një me Universitetin e Luvenit në Belgjik dhe një tjetër me Universitetin e Salentos në Itali. Po punojmë gjithashtu edhe për projekte të reja që kanë të bëjnë me diplomat e përbashkëta. Si vjet do të fillojmë me një diplomë të përbashkët me Universitetin e Salentos, pra dhe aty parashikojmë të kemi student ndërkombëtar, ndërkohë që për vitin e ardhshëm kemi objektiv punën në 2 programe të tjera diploma të përbashkëta. Pika e tretë e fundit, por do të thoja në këtë moment më e rëndësishmja, është ajo motoja jonë studenti në qendër. Në fakt në këtë moment ku jemi, në këtë periudhë, në qendër të punës tonë janë maturantët, ato që do të zgjedhin Universitetin e Shkodrës, dhe unë shfrytëzoj këtë dalje time publike për t'i bërë thirrje të gjithë maturantëve
në Shkodër dhe jashtë Shkodrës. Ne kemi pas në fakt mundësinë, rastin që të bëjmë promovim të universitetit, promovim të programeve tona të studimit, jo vetëm në Shkodër, jo vetëm në rrethinat e Shkodrës, por edhe përtej Shkodrës, përtej Shqipërisë, në Maltëzi, në Kosovë, ju bëj thirrje gjithë maturantëve që të shohin Universitetin e Shkodrës si zgjedhjen e tyre të parë, për të gjitha oportunitetet që ofron qyteti i Shkodrës, por edhe Universiteti i Shkodrës. Shkodra një qytet i bekuar nga Zoti, që ka mundësi dhe është një mundësi shumë e mirë për çdo që vjen të jetojë këtu, aq më tepër mandej që kemi një universitet me një traditë 70 vjeçare, me një vizion të qartë drejt ndërkombëtarizimit, me një staf shumë profesional. Vetëm këtë ditë do të thoja një lajm tjetër shumë bukur, të 2 javët e fundit që jam në tavolinën e rektorit, kam pas rastin të firmosi 3 pedagog, ato kalimin nga doktor në profesor të asociuar të 3 anëtarëve të stafit të universitetit, dhe këto janë arritje të vazhdueshme të stafit tonë. Mënyrën se si i trajtojmë studentët tonë, studentët janë në fokus të punës, në pjesëmarrjen e tyre në klube studentore, në projekte kombëtare, ndërkombëtare, në konferenca, mundësinë që kanë për të përfshirë në mobilitete në universitetet më të mira kudo në Europë, pra janë të gjitha këto hapësira, mundësi që ju krijohen atyre. Për të mos folur pastaj edhe për mbështetjen shumë të madhe që kemi në mënyrë të vazhdueshme nga Bashkia e Shkodrës. Para disa ditëve patëm mundësinë që të inspektojmë edhe territoret e universitetit, do të përmirësojmë patjetër infrastrukturën, gjithmonë për m'ju lehtësu studimin, qëndrimin në Shkodër studentëve, dhe gjitha këto besoj që janë avantazhe që i ofron Shkodra, me ta pa përmend edhe kartën studentore, e cila gjithashtu është një avantazh shumë i madh për studentët tonë. Shumë shpejt do të aplikojmë edhe për rrjetin europian të kartës studentore, e cila gjithashtu do të jetë në favor dhe në mbështetje të studentëve tonë.